E pra shikues e ndoqëm edhe materiali në Milano të Italisë, e tash I kam këtu Edonin dhe Roberto në studion e Pasion e Profesion. Edon, si kalove sot? Sot shumë mirë. Një javë re, prapë në Kosovë, qysh po të shkon kjo koha në Kosovë? Shumë nice. Edhe jam kënaq me nejt, me familjar, me krejt. A sa mirë. E po na vjen mirë që të kemi sjellë pra në Kosovë. Pak punë, pak qef. Qështu, taman, një. Edon, çka kemi përgatitur sot? Sot e po të men me pru një oktopod. Okej. Edhe e pjekum me do perime qështu. Tani e bojna në pjast qështu. Si quhet pjajta? Si quhet pjajta? Që ka emri? E ka emër polpo krokante. Okej, me zi po presoj me pa edhe procesin, po gjithashtu edhe përgatitjen fund pjajtës. Roberto, Yes. how was your day today? Thank you, very good. Very good, okay. What are you preparing for today? Risotto alla milanese. It's, I think that is the most famous plate in Milan, my city. That is rice with saffron, and we make with a bone with a demi-glace. It is a sauce made up of meat. Okay, so can wait to try that. I don't know, I can wait to try that. So you can take all your products. Gjithashtu mos haroj t'ju tregoj që të gjitha këto receta në studion e Pasion e Profesion përgatiten me erëzat e Podravkës. Mundesh me marr shportën dhe me marr produkte këto tek ETC-ja. Pra shikues dashur, te ETC-ja mundeni me gjetë të gjitha produktet që ju duhen për shtëpitë e juaja, me çmime shumë të volitshme, siç edhe kuzhinierët tonë këtu në studio, Roberto, I cili është italian, por edhe Doni, I cili është shqiptar. Shqiptarë italian, a më thon kështu e don? Po I marrin tek ETC-ja produktet. Për mu njët, qështë ta ki qef. Mori edhe supë nga Podravka. E shikues dashur, përderisa Edoni dhe Roberto po bëhen gati për pjajtat e tyre, për recetat e tyre, përshkëputemi për një blog të marketingut, përqëndroni me ne dhe shikojeni deri në fund se çfarë po përgatisin këta dy super kuzhinierë në studion e Pasion e Profesion. U kthyem pra pas blokut të parë të marketingut, jemi në studion e Pasion e Profesion, këtu bashkë me mua janë Roberto dhe Edoni. Roberto, you have worked in many restaurants, I think. How did these experiences shape you? For the chef that you are today. Every restaurant is a different city. You can learn different type of kitchen. And I was very lucky because I done an experience for 1 year in Mexico. And there I learned to work with very different ingredients that we can find here in Europe. And I think that is the beauty of my work, to learn every day different type of kitchen, different culture, different ingredients. This is the beauty of my work. So Mexico has your heart, I think. Yes. Okay. Yes, for sure. Any other place that you can tell us about? Except Mexico? Always in Italy. Mexico was my only experience in other country. Okay. But in Italian I work for... Which city? Which city in Italy? In Milan. Are you... Always in Milan. Okay, and always. When I was very young, you know, when you have to learn this work, you have to work on holiday to make a season, and you work in very hard pressure because you have to serve a lot of people in few time. And this is very, very important because in this way you can learn
to work in pressure. Yeah. And how do you manage the pressure? With yoga Okay. in the morning, in the night. Nice. And with the music, because when you work with high pressure, if you, in my case, the music helped me very much to manage the pressure of the So nice to the hear service. Yeah, and also you have to work with good people. It's very important, the staff. Yeah. That's But you found your people, yes. the good people. Yes. At Domish. Yes, for sure. Malvina and Armando. Yeah, I think that is very, very, very difficult to find people like Malvina Armando, because they are special, because it's like a family, Domish. It's not only business, but they are very good people to feel you like in a family. If you have a problem, they can solve in a few minutes. This one, So nice to hear that. Yeah, So for sure. your workplace is like home. Yeah, for sure. But you also use Vegeta, I think. That's right. Yes, for my rice I use Vegeta. Roberto po na tregon që e përdor Vegetën nga Podravka për orizin e tij. Po na përgatit pra oriz. Po e lo këto. I will leave it there. E don? Qysh po të shkano e don? Sa mirë, me pas një të huaj këto, por edhe e doni një Super. shqiptar. Shumë mirë. Faliminderi. Në çfarë procesi je tash? Tash jam proces. Më shtio këtu pudi, po Okej. me lanë me pjek. Duhet. Pak vaj. Qështo. Cila është receta jote e preferume që e përgatit? Recetën e preferuar... Pite shumë e mirë edhe komplikate. Okej. A nuk mundesh me i nda, krejt i bën me shumë qejf. Po, kred me qefin. Po një dush me pas që nështë është fakt që e bën ma me dëshirë. Na, shta spageta me frut deti. Okej. S'na përgatit e sot, a e dënë? A me vo hajtë të në herë. E dënë? Qysh po të shkojnë? Po më duket që je edhe tim në përfundim. Po, A vallaj do me shumë ndihmë mirë. pak. Ja, mos tani faleminderit. E dënë, po besoj që gjatë kohës kur keni shumë mysafir, shumë klient në restorant, e keni edhe një lloj stresi, apo jo? Ju në kuzhinë. Qysh e menaxhon stresin? Në varët, ka njerë knoj, ka Okej. njerë menojnë a i sen të mirë, adin, qështu, me nejtë më rahat. Okej, po përveç kuzhinës, përveç punës si shef në Pjaca Roma, çka po ne doni tjetër? Me çka merr ndonjë aktivitet që të ndihmon ndoshta me mu përkushtu ma shumë kuzhinë, me qenë ma kreativ? Po, këqër, une kum ro piano 4 vjetë, Sa mirë. faleminderit. Edhe ka njerë lexoj librat, qështu, Po me piano pse nuk vazhdove me u marrë? Apo ndoshta tash e ke veç për qef, e hobi? boj për qef, për robi, edin, ka njerë ullum atje, e roj ka pak, qështu. Sa mirë. Ta kishim pas një pjesë me muzikë, gjithsesi do të kishim inkuadru edhe Nashta. një pjesë me piano me na lujt. Po gjithashtu shkues dashur, unë po i marr pa tjetër se i kam këtu afër, nuk kam qysh me ju ik pa i përmend P&K, pastat më të mira në treg, cilat mund t'i gjeni në për të gjitha marketet. Këto i ki përdor. Atë kam pëlqy. Përdor, edhe në fillim ku menu hajti jo, po në faktikisht shumë mirë. Shumë janë të mira pastat P&K, kështu që mundeni me i ble edhe me i përgatit gjitha me pasta P&K. Mos i ndrani, që i rëzova. Roberto? Yes.
What is the most challenging part of being a chef? The stuff. The stuff. You know, I think that it's a very pressure work, and you have to find the right people to work with, Yeah. because it's very hard, you know, in the service. If you don't have the feel with the people you work with, it's a fight in every service. And what's the most difficult plate that you did those years? All the pastry, Okay. because we say that a chef and a pastry is two different words. If you are a chef and you make a mistake, you can work with your heart and you can make better your plate. While in the pastry, if you make a mistake, it's very difficult because it's like a chemist, you know. You have to balance all the ingredients. You have to work with the right temperature. It's enough 2 degrees wrong, and all the plate is. Yes. So you have to be very careful at that. Yep, for sure. So you're done, I think. Yeah. Okay. My rice. The rice, it looks delicious. Gjithashtu e ka përgatit këtë oriz me podravka, me vegetën. Kështu që po besoj që gjithë ju në për shtëpitë e juaja si unë vetë, sepse unë nuk muj me najtë në shpe pa e pas një vegeta aty. I blej disa që me i pas, në rast se harxhohet njona, e kam tjetrën se nuk muj pa ato me përgatit kur gjo. Pra jemi në fund edhe të kësaj recete, mezi po pres me e provu. Faleminderit. Kjo e kina një salcë e oktopudi. Se kur e lëshlon uj, na e pjekom, shtim me bama e vogël, e tani e bojna me vaj. E del qështu. Ngjyra shumë e bukur i pas ka dalë. E voilà, faleminderit. Po pres pra me i provu edhe pjatat une. E shikues dashur, derisa po pres me u përfundu 2 pjatat nga Roberto dhe nga Edoni. Po shkëputemi për një blok të marketingut, por i kthehemi vetëm pas pak, pra me pjatat e përfunduara. Qëndroni me ne. Shikues dashur, si gjithmonë e dini, po m'duket tashmë që kjo është këndi jam i preferume. Jo veç për të gjitha produkte që i ka tepër të shishme, po veç shikojeni. Ku mos me thonë që është këndi jam i preferume. Premium Bakery pranas ka sjell sot disa prej produkteve të tyre që i kanë shumë të shishme dhe që mundeni me i gjetë në të gjitha pikat e Premium Bakery, po besoj që tashmë keni shumë pika në të cilat mundeni me shku dhe me gjetë produkte ndryshme. E këtu bashkë me mua është Malvina Pasko, e cila është vërtet kënaqësi shumë e madhe me pas këtu. Pra është Malvina nga Domesh në Milano. Malvina, si po të shkojnë këto ditë? Sa po kënaqesh në Kosovë? Shumë jashtë mase, shumë po kënaqemi, po shohim shumë vende të bukura. Po atë ka marrë malli për Milanon? Atë ka marrë malli për Domesh? Po, më ka marrë, se na mungon, kështu që bëm pjesë në jetën tonë, tani, kështu që normal. Po, megjithse, atje është në pret, kështu që jemi në duart sigurta, e kemi lënë duart sigurta, kështu që Po gjithashtu gjithë ju shikues dashur të cilët tashmë po udhëtoni dhe e keni kështu një pikë që me shku në Milano, mos harroni me vizitu Domesh dhe me shku me provu ushqime shumë të shishme. Gjithashtu ju presin edhe Armando dhe Malvina. ju mirë presim. Por edhe shefin e keni mundeni me kërku gjithë ju që shkoni prej pasion e profesion kur e shikoni emisionin, mundeni me kërku me pa edhe Roberton. Po besoj që mundsohet kjo Malvina. E tash i presim edhe pjatat nga Edoni dhe Roberto. Menzi po pres me i provuone.
Nuk e di për ty Malvina. Edhe unë, duke i parë ati gatonin, shumë... Dy pjata shumë të mira. Tash, duhet me nga të regu. Sa të mira po doken. Me zi po pres. Roberto, can you tell us how did you prepare this plate? From the beginning. From the beginning. Yeah. So I have to roast the rice because in Italy we say that rice born, live and die in water. Okay. And when you kill the rice with the water, it's very important because all the starch that is inside the grain of the rice can make the rice very creamy in the end when you mantecare, you say in Italy. And we put also saffron flour, and then the marrow, the bone with the marrow, and all around is the demi-glace, that is a sauce made with all the meat and also flour, carrots, onion, and so on. Thank you so much. You're Grazie. welcome. Prego. Eduard, apo na tregon edhe ti se si e ke përgatit këtë pjatë kaq të mirë? Okej, qëtë pjatë, në fillim e marëm oktopodin, e pastrojna, e kina zi, tani e kina pjek. Edhe e kina bo salson, edhe e kina shtim do perime. Pra po e provojmë Malvina, urdhna. Faleminderit. Cilën po e provojnë? Po provojmë përpara oktapodin. Okej. Që që... Shumë e mirë. Krokant, delikat, shumë e mirë. Okej. Po e provojmë pra këtë pjatën tjetër. Shumë e mirë, shumë e mirë. Po e provoj edhe oktopodin. Po provoj edhe unë risotton. Shumë qishme, very delicious. Thank you so much. Grazie, Roberto. Faleminderit shumë Eduard. Grazie, faleminderi. Kënaqësi shumë e madhe me ju pas këtu në studio dhe me përgatit pjata kaq të shishme. Kaq mira, cilat po besoj që edhe ju shikues duheni mi provu patjetër në shtëpitë juaja. Malvina, faleminderit shumë. Faleminderit juve.